Me luginën në lidh çdo send, nga që ne konsiderojmë pjesë organike tonën, luginën dhe pjesë pandashme trupit edhe trungut ton shqiptar edhe institucional si Bashkia Islame, prandaj edhe prezenca jonë si Bashkia Islame, institucioneve tona, përfaqësuesve të bashkisë, tregon edhe për kushtimin e madh që ka Bashkia Islame për luginën edhe kujdesin që ne duhet ta kemi veçantin me luginën. Edhe unë personalisht, ndoshta edhe pse jam nga Xhilani edhe kjo afërsia edhe gjeografike që e kemi pas me luginën, edhe kjo më ka bërë që unë të jem më shumë i lidhur me luginën edhe të vizitoj edhe e kam si prioritet që të jem gjithmonë pranë vëllezërve tanë në Luginë, pranë dy këshillave të Bashkisë Islame që i kemi këtu edhe në Preshevë edhe në Bujanovc, edhe prandaj e ndi për obligim moral njerëzor e fetar që të jem pranë edhe të mbështes edhe për krah edhe projektet që i kanë efendiler këtu edhe punët edhe për çka do që ka mundësi edhe të ndihmojmë edhe të ofrojmë ndihmën tonë për aktivitetet që kanë, unë mundohem që gjithmonë të jem prezent.